Ju keni stallën me baktik? Po, stallën me baktik, kam 200 koktejle dhe 100 qerra. Nuk arritët të merrit masa para prake? Nuk i nxorën dot se nuk dinin ato mana, erdhi ujtë me forca ti dhe nuk mund t'i nxirrim dot më. Çfarë kërkoni tani? Kërkoni që ata të evakuohen me njerë? Ti kam çonin aty sa burrin, ti lan delet. Keni kontaktuar me bashortin dhe djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është edhe. Dua të iki ti shikoj. Blidi të iki. Prej ditës së djeshme ka filluar ditardhja deri e lumit që ande janë shkuar gjeneratrat dhe po përmbetemi. Presim nga çasin çasit të largojmë lektorinë, se akoma se kam shpërngulur. Është hera e parë që Hera ndodhen në e këtë parë jam situatë? 53 vjeç dhe s'mbaj mend. E kupton të tillë përmbytje në këtë zonë se nuk po mirëmbahen fare gjeneratorat, asnjë lloj për këtë zonë ku as po bëhet asnjë fare. Çfarë baktish keni saktë? Po kam janë 7 koklop atë. Atë kam viça. Viça dhe ka futur te një shtëpi e vjetër, për pak më lart ajo aty. Inshallah me shpresë Zotit, nuk e dim çfarë do Jeni bëhet. njoftuar për marrjen e masave paraprake që të evakuoni baktit? Jemi njoftuar për njëherë nuk më ka hyrë akoma ujë në stall. Ka përmbytur tokën prapë dhe jam nga dishmëri. Për gjatë gjithë natës keni qëndruar nga dishmëri? Komplet i zgjuar gjithë natën. Gjithë natën i zgjuar. Se tani ata që kemi ndërtuar kaq vite na e merr fete dhe s'kemi çfarë bëjmë. Po, ne mojmë njëri tjetrin këtu atje, lirojnë të heqim baktit, të heqim nga vendet janë mbytur, të nxjerrim vende më të thata. Jeni njoftuar për të marrë masa paraprake? Masa, çfarë masa do marrim? Të largonit baktit ju Po vetë? baktit do t'i largojmë se na dhimbse neve ato, se s'kemi çfarë bëjmë, se mezi kemi vënë ato. Ju kanë njoftuar më përpara? Po çka kanë njoftuar këtu? Kush do të njoftojë këtu? Asnjë gjë fare. Ushtria ju ka ardhur në ndihmë për të nxjerrë baktit nga? Po erdhi ushtria në ndihmë, po kur erdhi ushtria, i kishim nxjerrë mbi gjysmë të vetën. Po normale prap sa do ndihmë ishte ajo kur erdhën ata. Atëherë si duket situata, vazhdojnë të rritet niveli? Niveli vazhdon të rritet me minuta. Nuk ka shenja fare për rënje. Edhe është në shtime sipër. E prisnit që të kishte një tendencë të tillë në rritje? Ishte kaq i rrezikshëm? Po kaq neve s'kemi parë ndonjëherë, tani siç e shikoni edhe vetë. Ku do që të hedhësh syt? Është vetëm ujë. S'ketë të bërë, hidrovori që punon andja, sa do përballojnë ai që fitin kalojnë det. Deti deri dihet ishte në drek, ishte në këmbë. Filloi deti me teren, sa do, po prap sa ku do gjithë ujë, se ka shumë prurje. Hidrocentrale letë që shkarkojnë andje ku do vjen ujë. Të zotin e madhit edhe është çobani andeja. Po ne si dim ka 3 ditë pa ngre papire se dim ku janë. Ka vajtur Ne diku? duam njëri ti nxjerrim atë se di ku ndodhen fiks fare. Po në telefon keni ka rritur Jo, kontakt? s'kam bateri tani, ç'ish do lidhej. Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spaqjanë do të dinë njerëzit. Çfarë kërkoni sot? Tash Ne duam një farë rrugë zgjidhje dhe ti marrim. Atë duam. Do të mos gjë tjetër. Marrin tani po shpëtoj, nuk shpëtoj. S'di çfarë themi. kryesori është jeta. Ora një mundësi, çfarë tjetë e mundësishme, nevojshme të vetë marrim njerëzit. Atë duam. S'po kërkojnë gjë më shumë. Pra janë 2 persona. Po. Janë 2 veta, është i Zoti i Madh dhe çobani. Punëtori. Tani nuk po shikojmë ne për baktit. Ne duam të shpëtojmë njerëzit aty. Kjo është arsyeja. Njerëzit tuaj ku ndodhen? Njerëzit janë det, Sa persona ndodhen? 2 persona. Ata janë në stalla, në banesa ku? Jo, janë Fuzdetit. Atje ku kemi nxjerr lokë. Dhe prisni që ata të dalin tani me mjet Po, të ushtrisë. vajtëm dia për t'i nxjerr vetë, nuk mundëm se ishte çara natura dhe nuk mundëm sot morëm gomone për të hyrë. Kjo është puna. Njerëzit janë evakuar, ata që Jo, nuk janë evakuar, janë aty njerëz. S'ka vajtë njëri në S'ka vajtë njeri, po bëj 3 ditë që nuk kanë ardhur. Lanë njerëzit në det aty, faqet det. Kemi 200 e ca kokë bakti aty. Lop. kërkoni që t'i evakuoni dhe ato? Normal është, edhe lopt edhe një, po kryesoria janë njerëzit, dalin njerëzit. Ndihen të rrezikuar njerëzit Janë atje? njerëzit të rrezik, po nuk dim gjën e ç'a bëhet. Ne Jeni kemi njoftuar për masa paraprake apo erdhi pa pritur?
nuk na kanë njoftuar njëri. Tani ne nuk e prisim këtë gjë. Kjo që me diell. Ditë me diell u bë përmbytje. Ju Ne- mbani ne- mund në një përmbytje ne- të tilla në fshat? Kjo para një muaje. Ne i kemi i nxorëm se parashikuam i nxorëm baktit jashtë edhe dolëm edhe zvendçojshëm. Një ditë vini ja unë, një ditë rrinë me çobanin atje. Tani ne duhet nxjerrim njerëzit e para punës. Gjatë. Kjo është arsye, ju faleminderit.